Mirë, zhvendosemi pak me qenë se jemi dhe në atmosferë zgjedhore pranë ambienteve ku edhe do të paketohen, nga ku do të nisen zarfet me votat me fletët e votimit të diasporës e do të mbrinë edhe votat e tyre. Kam Enkeleda Memën për të parë se çfarë po ndodh me këtë proces. Enkeleda, përshëndetje. Esmeralda, përshëndetje. Kjo është pakuja e cila nga sot do të fillojë të shpërndahet të gjithë shqiptarët që ndodhen në vende të ndryshme të botës dhe që kanë shprehur interesin për të votuar nga distanca. Dy qarqet e para për të cilët do të shpërndahet sot pakuja është qarku i Dibrës dhe qarku i Beratit. Tashmë këto zarfe janë bërë gati dhe nëpërmjet shërbimit postar do të mbërrinë në shtëpinë e secilit shqiptar i cili jeton jashtë vendit. Kur themi që do të shpërndahet, do thotë që shpërndahet në të 5 kontinentet, pra të gjithë shqiptarët të cilët janë regjistruar dhe qendra e tyre e votimit përkon me qarkun e Dibrës dhe me qarkun e Beratit. Kjo pako do t'ju mbërrinë në shtëpi. Më të favorizuarit në këtë rast janë ata që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, pasi brenda 2 ditëve kjo pako do të jetë në shtëpinë e tyre. Krejt ndryshe do të jetë për kontinentet e tjera, kryesisht të Amerikës, Australisë apo dhe të Azisë, që do të kërkojë disa ditë më shumë që pakoja me fletën e votimit të mbritet çdo shqiptar i cili ka shprehur interesin për të votuar në distancë. Këto janë pakot e para, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të paktën deri në datën 20 prill do të shpërndahen të gjitha pakot edhe për 10 qarqet e tjera. Shpresohet që data 20 prill të jetë afati i fundit kur të gjithë shqiptarët e diasporës të kenë marrë edhe zarfin ku gjendet edhe fleta e votimit dhe më pas do të fillojë edhe ai që njihet si procesi i votimit. Siç e kemi njoftuar edhe më herët, me të mbërritur kjo pako në shtetin përkatës ku ndodhet çdo shqiptar, postieri ka të drejtë deri në 3 herë ta kontaktoj votuesin për t'i dhënë pakon me fletën e votimit dhe është e këshillueshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të paktën brenda 3 ditëve pasi këtë pako votuesi e ka marrë ta plotësoj fletën e votimit dhe ta kthej drejt Shqipërisë. 5 maj është përcaktuar si afati i fundit që postieri do të presë çdo shqiptar kudo që ndodhet ai për të kthyer në Shqipëri zarfin ku ndodhet edhe fleta e votimit. Pas datës 5 maj, përtej këtij afatit, nuk do të ketë më pritje nga shërbimi postar, për shkak sepse edhe afatet ngushtohen dhe çka KQZ-s do t'i duhet të pres të gjitha pakot që vijnë jo vetëm nga Evropa, por edhe nga kontinentet e tjera, çka do thotë që rruga është më e largët që brenda datës 11 maj, zarfet me fletën e votimit të ndodhen në Parkun Olimpik, tu ku ndodhemi ne sot, që do të jetë edhe KZAZ-ja për votën e diasporës, aty ku do të bëhet dhe procesi i numërimit. Faleminderit Enkeleda. Shkëputën për një hapësirë publicitare.